Një tjetër denoncim në lidhje me nënkryetarinë e Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, ka mbërritur në redaksinë e CNA-s. Denoncimi ka të bëjë me një objekt banesë individuale 1 dhe 2 kate, që është në pronësi të zotit Blendi Sulaj, i cili mban detyrën si nënkryetari i Bashkisë së Tiranës. Sipas denoncimit, objekti është ndërtuar jashtë kushteve të lejes së miratuar dhe jashtë kufirit të pronës. Objekti ndodhet në rrugën Ramazan Bregu, Myull Bathore, njësia strukturore FA2 Tiranë, në pronësi të Blendi Sulajt dhe me zhvillues po Blendi Sulajn dhe objekt ndërtues shoqëria ndërtim projektim Alliu SHPK. Sipas dokumenteve të mbërritura në CNA, detajet në lidhje me devijimet nga leja e ndërtimit janë bërë në pjesët e renditura si më poshtë. Devijimi 1, në zonën jugore të Truallit, muri rrethues është ndërtuar përtej kufive të pronës së regjistruar në kadastër. Si rrjedhoi ky devijim sjell ndërtim pa leje, shkelje të kufive të pronës, mos përputhje me koordinatat e kufirit kadastral dhe cënim të distancave të detyrueshme sipas lejes së miratuar. Pishina e jashtme është ndërtuar pjesërisht jashtë pronës. Pishina e realizuar në pjesën jugore është ndërtuar pjesërisht jashtë kufive ligjor të Truallit, duke krijuar shkelje të sipërfaqes private të palëve të tjera dhe uzurpim të saj. Njëkohësisht pishina nuk është realizuar sipas projektit të miratuar. Ndërtimi i saj konsiston në ndërtim pa leje dhe jashtë kufirit të pronës, nuk përputhet me planin e pishinës dhe sistemit të miratuar. Muri rrethues në pjesën perëndimore, shkelje të trupit të rrugës së miratuar nga Bashkia e Tiranës. Sipas dokumenteve të siguruara nga CNA, nënvizohet se në pjesën perëndimore, muri rrethues ka shkelur hapësirën publike të rrugës, sipas planit të miratuar pranë drejtorisë së GIS Kadastrës. Bashkia e Tiranë, duke rezultuar në ndërtim pa leje, jashtë kushteve të miratuara të lejes së ndërtimit dhe duke uzurpuar hapësirën publike. Gjithashtu në lejen e miratuar janë parashikuar portat e aksesit në murin rrethues, sipas plan sistemimit të miratuar, por të cilat nuk janë respektuar. Në këtë rast kemi ndërtim pa leje, shkelje të vijës së ndërtimit dhe shkelje së distancave të miratuara nga trupi i rrugës, në lejen e miratuar dhe zënje e shfrytëzimit të hapësirave të parashikuara për qarkullim publik. Devijimi 4, muri rrethues nuk ka respektuar formën e miratuar dhe ka ndryshime në lartësi dhe material. Muri perimetral është realizuar si muri lart dhe i mbyllur, ndërkohë që leja e miratuar parashikon kangjëlla metalike, lartësi të reduktuar, transparencë vizuale. Plani sistemimit ka shkelje të lejes së miratuar, elementet e sistemimit, shëtitore, shkallë, rampa, gjelbërim, ndarje në nivelet e terrenit, nuk përputhen me planin e miratuar, duke sjellë ndërtim pa leje, ndryshim të kuotave të terrenit, modifikim të formës së oborrit dhe hapësirave funksionale. Në katin përdhej janë realizuar punime të cilat nuk figurojnë në projektin e miratuar, pasi një pjesë e sipërfaqes së tij është lënë e zbuluar dhe nuk është sipas projektit të miratuar. Edhe këtu kemi të bëjmë me ndërtim pa leje, devijim nga projekti miratuar dhe ndryshim të formës, funksionit dhe organizimit të objektit jashtë lejes së miratuar. Fasadat e objektit kanë ndryshuar nga projekti miratuar, përfshirë modifikimin e hapjeve të dritareve dhe ndryshimin e plot të fasadave të katit përdhe, ndryshim të rifinaturave, materiale fasad, ndryshim të ngjyrës. Të gjitha këto fakte tregojnë shkeljet e kryera nga Blendi Sulaj, i cili ka ndërtuar objektin e tij duke shkelur kufirin e lejes së ndërtimit, duke abuzuar dhe duke zaptuar hapësirat publike. Këto janë faktet që kanë mbërritur në CNA, për të cilat kemi pyetur edhe zotin Blendi Sulaj. Në reagimin për CNA, zoti Sulaj u shpreh se: "Unë s'kam asnjë koment për këtë. Ka marrë certifikat pronësie, leje ndërtimi dhe të gjitha që kur u ndërtuan në vitin 2019. Për çfarë do lloj rasti dhe çfarë do lloj gjëje që të kenë të gjithë njerëzit të futen dhe të bëjnë kontrollet për mua, të vinë, t'i shikojnë e t'i bëjnë në çfarë do lloj momenti. Jam i qetë për këtë gjë. Pra unë kam certifikat pronësie, kam rreshtat e objekteve e të gjitha të tjerat. Në të gjitha rastet, kushdo që do të ketë nevojë për verifikim në lidhje me mua, të vinë ta bëjnë kur të jetë. Unë vi nga fusha e biznesit. Nuk kam marrë ndonjë leje ndërtimi në emër të kompanisë. Ajo që thoni ju është 150 metra ndërtim. Të vinë t'i vënë metrin dhe nëse ka 1 metër më shumë se kaq, të vinë të bëjnë çfarë të duan. Kushdo. Jam shumë i kujdesshëm në këto gjëra. Është bërë që në vitin 2019 ka mbaruar në vitin 2021, kështu që janë 5 vite më parë. Ndërkohë që zoti Sulaj pretendon se nuk ka bërë shkelje, ne kemi këtë raport që tregon shkeljet që janë kryer, të cilat i kemi renditur më lart. Thelbi raportimit ton nuk ka lidhje me pretendimet e zotit Sulaj se kur është ndërtuar objekti, por jemi në një situatë ku kemi IKMT që shkon dhe shem 3 vila me leje të rregullt ndërtimi dhe 1860 metra katror më pak ndërtim, ndërkohë që në rastin e objektit të
zotit Sulaj. Sipas denoncimit dhe raportit, dalin një sër shkeljesh, duke nisur nga pishina e deri te fasada. Në këtë shkrim kemi vendosur përballë faktet për shkeljet e kryera dhe pretendimet e zotit Sulaj.